Këngëtari mirënjohur dashnor Diko ka qenë i ftuar në një studio televizive ku ka bërë një rrëfim me slotësh për familjen, karrierën e re dhe pse e la muzikën. Kur në ekran ju shfaq një fotografi familjare, këngëtari nuk i mbajti dot lotët dhe tregoi se nga personat që janë në atë foto, vetëm ai jetonte. Kjo është familja ime e madhe, po e vogël. Fatkeqësisht, të gjitha ata persona që janë në foto, vetëm unë jam sot. Aty është babi, mami, motra dhe vëllai. Kanë qenë njerëzit që mua më nxorën në pa atë që kisha dhurat nga Zoti, muzikën, talentin. Gjithmonë më kanë mbështetur, pa çka vështirësitë atyre viteve, gjithmonë kishin besim se unë doja dilja. Kur ja arrita kësaj dite, nuk i kisha më, të paktën prindrit dhe motrën, do jepja gjithçka vetëm për një përqafim, më mungoi. Si çdo familje, ka gëzimet dhe hidhrimet e veta. Po e kam patur si pak më të ngarkuar segmentin e jetës që kam jetuar me prindrit. Në një moment, motra ime ndëroi jetë në moshën 21 vjeç dhe më pas mamaja u sëmur, doli në këmbë, por e ka përjetuar shumë keq. E atë përjetim e kam përjetuar dhe unë. Kam qenë i vogël, kam qenë rreth 12-13 vjeç, derisa mamaja ndëroi jetë, më pas babi, më vonë para 6 vitesh vëllai. Ata nuk më takojnë mua, por do vi momenti që do i takoj, se është ligji i natyrës, do jem pranë tyre, tha dashnor Diko. I pyetur, e qenë shumë të lidhur me babain në momentin që është ndar nga jeta nëna, artisti u shpreh. Kam jetuar vetëm me babain 7 vite, se u martova unë. Ka qenë një periudhë shumë e vështirë, babai ishte në shumë moshë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.